Janë tërhequr 8.180 pako të tjera me fletvotime, të cilat gjatë ditës do të arrijnë në Kosovë. Mund të bëhet shumë herët. Pra, në qendrën numërimit dhe rezultateve është duke vazhduar procesi i numërimit të fletvotimeve që i takojnë votimit jashtë Kosovës, përkatësisht votimit përmes postës, të cilat deri më tani janë sjellur në Kosovë, dhe së shpejti do të fillojmë me numërimin e fletvotimeve që i takojnë votimit me kusht dhe fletvotimeve nga votimi personave me nevoja të veçanta. Fletvotimet e numëruara deri më tani janë nga më shumë se 28.000 pakot me fletvotime që ishin tërhequr para vitit të ri nga 2 kutit postare të KSZ-s, njëra në Berlin dhe tjetra në Bern, ndërkaq më 2 janar nga kutit postare në Prag, Londër, Paris, Zagreb, Stockholm, Istanbul, New York, Canberra dhe Kopenhag janë tërhequr 8.180 pako të tjera me fletvotime, të cilat gjatë ditës do të arrijnë në Kosovë. Procesi i tërheqjes së pakove me fletvotime nga kutit postare jashtë vendit përmbyllet sot më datë 5 janar. Të gjitha këto pako me fletvotime, pasi të arrijnë në Kosovë, do t'i nënshtrohen vlerësimit apo verifikimit dhe ato që do të aprovohen do të përfshihen në numërim. Në planifikimet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, përfundimi i aktiviteteve në qendrat komunale të numërimit ka qenë i parapartë të bëhet deri më datë 7 janar, por sipas dinamikës së punës kjo është arritur në mesditën e datës 3 janar. Gjithashtu numërimi i votave nga votimi në përfaqësitë diplomatike dhe nga votimi me postë ishte planifikuar të bëhet nga data 7 janar, por ky proces do thotë numërimi i fletvotimeve nga përfaqësitë është bërë deri më 3 janar dhe pjesa më e madhe fletvotimeve nga votimi me postë vetë është kryer. Gjithashtu edhe numërimi i votave me kusht dhe persona me nevoja të veçanta ishte planifikuar të fillonte më 16 janar, por sipas planifikimeve kjo mund të fillojë gjatë ditës së sotme. Dhe nga kjo mund të përfundojmë se edhe rezultatet përfundimtare të planifikuara fillimisht nga KSZ që të shpallen më së largu deri më datën 19 janar mund të bëhet shumë herët.